Për veti, jam single, jam vetja, jo, veç që kom shkel moshën 65 vjeqe, tash edhe mu bë pishman, sa ja vlen ajo punë. Ja, kom pas do obligime tjera ndaj prindve, qështu s'kisha kuj mi alon, prindje në konë moshë. Dhe kështu do të mu kujdes për ta vllaznit jo njashtë, vartë na e kanë qashtu, i dojnë djemët, trashëgimia aty në jonë djemët, nuk jonë qika. Kisha thonë që të lavajzë sa ka drejt me marrë hicën të familjave, të babave, të nuna, dhe të luftojnë për hicën e vetë. Dojmë gjithqysh. Aja ditë vlerën që sa jetesë që jemi të jetu? Pak shtrajtësia është e madhe, pak kriza, po pia dalim diqysh. Si tonë që pia dalim edhe na pia dalim. Po mundojmë atë sa po ke mundësi. E po jetojmë. S'kem qka me po tjetër. Ku jetoni parë? Qëtu në pej? Në pejë? E pejes. Keni fëmi? Jo, si me martume. A, si e martume? Ja. Rregull, kjo është vendimi ytë, apo? Po. A i pishmarë sot që se martu? Jo. Me në gjithë sotit a, jo. Pse? Qa po she, nuk po pëlqen, a? Pa jo në kom punu në qasë vendi, pune ku kom pas shumë raste me pa dështime, problemet më dhaja, qështu që nuk kem konë në disponim. Kur kom pa qka pëndohë, më tërhek, ma let ma ka qitë. A të ka po kjo që po dhe vetë më tërhek edhe përmes me mendu për dikon? Jo, për ata po qashtu kom marrë vendim. Për veti, jam single, jam vetja, nuk e di arsye ndashta Zoti ndashta ka dashur ashtu. Janë disa rrethana që bëhen edhe atëherë njëri. I ndodhin këto gjana, gjithku jo veç mu. As e para, as e mrama. Këtë vendim që e ke marrë, a i sot pishman, që sot nuk e ke gjetë ikon, një pa tjetës tonë? Jo, veç që kom shkel moshën 65 vjeqe, tash edhe mu bë pishman, sa ja vlen ajo punë. Pse? Mujtë e dikon son me gjithë si zamrës tonë, apo thjesht e la pa kanë është vetë? Ja, kom pas do obligime tjera ndaj prindve, qështu s'kisha kuj mi alon, prindje në konë moshë. Dhe kështu do të mu kujdes për ta vllaznit jo njashtë. Unë jem konë e vetmja, do të mu kujdes për ta, qështu të nuk kom pas qatë shumë kohë mu marrë me atë punë. Jo, puna, jo, këto na prindë edhe qështu. Koha ka ecë, vjetë kanë ecë. Allah, sa mirë, je kujdes për prindë, do të thonë që veten pak e kilon anash. Ja ka vlejtë, kom pas prindë shumë të mirë. Ditë jonë konë pak në moshë, ditë jonë konë smutë, kështu do këtë mu sakrificu. Rindi është i shajtë, që shdo koftë. Gjatë e ki për s'ka edhe që si jonë mo, unë gjatë i kom në do këtë hi aty në është diku rreth meje. Nuk harohen, jonë prindë. Që shdo koftë. Për prindë? Babën e kom që 22 vjetë, nona që 13 vjetë i banë. A të kam vllazëri ki? Po i kom dhe. Sot sa janë mirë njohës vëllezërit për kujdesin e prindve që e ke. Po, nuk më nana shkalojnë, nuk më harojnë. Njënin e kam qëtu për s'kaj, tjerë të njashtë. Qështu kujdesën, ndihmojnë, po. Tashve që më dalë edhe në penzion, qështu që. Jo në rreth meje nuk jam e varë në prej tëne, po mu konë diçka nevojshëm, ndihmojnë, nuk më lojnë anash. Ata ka lënë prind? Po, e kam trashëgimin, ma kalon vllau, tash ma asë lufte, ma asë jemi këthy. Këto sende u duk për shkaku i shive mura atu edhe trashëgimin e kom fitu. Nuk kom pas nevoj me nga na përgjigje. Vllazit ma kanë da vetë. Unë jam që aty për s'kaj vllaznive, po jo me dame për tëne. A, për s'kaj të tëne jam. Ama gjithë vëllezërit e bojnë këta, disa nuk lejojnë që motra. Ja, nuk i bojnë gjithë. Nuk i bojnë. Po thonë që femna nuk kanë nevoj për trashëgimi, a nuk është njerëzore. Apo po banë me ndihmu prindve po bëj ka? Kam rastën ma halë të emen, lagjë ku po banaj. Jenë shumë raste që pëndollin që po thonë nuk kanë nevoj. Për trashëgimi dhe të martohen, dhe të kryon jetën e vetë, dhe të marrin të burit trashëgimin. Po mos po mdo këtë legjekshëm. Ti je pjesa qasaj familje, qatin me vllazën, qati babës, qasaj none je, pëse nuk kanë drejt gratë me marrë hice, motrat, për çfarë arsye? Nuk përshat legjekshëm, nuk po di. Ka gjithë kush i ka ato mendimet e veta, po une për veti po tom që nuk është njerëzore, nuk është logjik. Qështi ja lënë vajzës tonë dhe hisën e motra jote s'ka drejt. Për çfarë arsye? Që tu në Kosovë ndodhë, tash
në shumicën e në Kosovë ka të shkojsh, në rrethinën e jashtë rrethinët, në shtetet jashtme këto sende ndodhin. Tojnë që motrat pak e shumë nuk kanë hise. Pse kush fare të vëllezërit ndoshta që nëse nuk ja japin atë trashëgimin apo nëse e merr pasurinë më nuk kthehet, ka një problem. Po them që është problemi te prind. Prindi i zhduk ato sende me i rregullu sa të gjallë. Ta lën trashëgimin secilit çka i takon, edhe atëre as vllazët as motrat nuk kanë konflikt në mes vete për shkak të kësaj pune. Tash për shembull, kujshia jem e ka do motrat çikat edhe djemt sa u kon gjallë. Ja u kalon trashëgimin me testament çka ku i takon. Kështu që vllazët nuk kanë mujt më me ndërhy. Jo s'pi jepi, jo pe jepi. Kështu që kush problem të prind. Ka prind që për shembull miqallarët e mi nuk kanë leju çikave hicë më jo dhon, kanë thonë çikat nuk kanë nevojë, çikat do të shkojnë te burrat, çati do të rahatohen. A është në rregull jo? E po tash s'po di, gjithkush i din ato të vetat, varet pak edhe për traditet familjare, që kanë traditet në familjarët e veta, këtë çto ecin, po lidhen. Se këtë dallime mes një vajze edhe mes një djali i bëjnë tek prind përgjithësisht tek ne. Kosovarët e na e kanë qashtu, i dojnë djemt, trashëgimia aty në jonë djemt, nuk janë qikat. E po që ta është problemi, pak nuk është në mirë, nuk është në rregull, është gjëna mja u bo që ato, po qa po di. Do në fund, një mesazh me përmbyll fond, për gjithë ato gra, për gjithë ato vajza, me gjithë këtë bisedë që kemi zhvillu, ju si një vajzë, një dhon mesazh. Unë kisha thonë se cila vajza ka drejt me marrë hicën të familjave, të babave, të nona. Dhe të luftojnë për hicën e vetë. Jonë institute prekatëse që ju ndihmojnë, pse mos mi marrë? Dashta dikush o met në rrugë, dashta dikush o dapi burit, në kom pas raste shumë e pa që jonë met pa kur gjë, as të buri, as të baba s'kanë mujtë kur gjë me marrë. Ku po jetë ajo? Kjo është mesazh me luftu për drejtat e veta, pa marrë parasysh, a është e baba, a është e martume, s'është e martume, e drejta saj është me marrë ato çka i takon pri babes. Pse mos mi marrë? Besoj që këtë drejt ligjore ta realizojnë gjitha vajzat. Besoj edhe unë. Përoj më të mirat në jetë. Knasi që u takum. Faleminderit shumë edhe pyme. Faleminderit edhe